Unë përmena natën e parë, njofti mua. Njofti të Komuna Parisit. Unë s'po merrem me gjaja. E kam lanë. Largo, të Komuna Parisit pikafë. Të Komuna Parisit pikafë. Të Komuna Kujt? Çfarë? Të Komuna Kujt? Thuaj edhe herë, të Komuna Kujt? E them prapë, të Komuna Parisit pikafë. E gatroj. Komuna Pët me kë, pa dashje. Kjo. Jo, po thuaj edhe herë. Se gatroj fjalën e çfarë? Burrnia ti. Ja, unë njofti. Po unë s'ta përmend se unë kam 24 orë që Kamrilin. Ato ta tregoj. Kamrilin. Kamrilin, unë nuk merrem. Po Unë nuk merrem me gjana nga jashtë. Tani e kemi sqaruar apo se kemi? Jo, nuk e kemi. Mendon se do më intimidoj se më tregon mua e diu ku piti kafe. A do tregoj edhe ku ha buk, ku bëj palestër. A do tregoj gjitha këta. Kaq s'kisha me ty. Jo, ti të sqarosh. Ke zbulu shumë fakt. Të shdash të fjalë që nuk ishte më fol. Po mi më ka thonë E ke thënë në dy nxitime. Jo, nuk është, jo, një person që realisht thot, okay, kam folur me Juelën, kam shpenzuar kohë gjitha, kemi dhënë këshilla njëri tjetrit, ti nuk mund vish të më thënë mu, jo, po unë do ta vërtetoj, a je, as je. Po njeriu kur shef një klip negativ për një person që ai rri gjithë ditën. Edhe kur shef do të thënë një zhgënjim nga një person nga i cili nuk e pret x-gjë, në atë moment unë mendoj vetëm gjërat e këqija ose gjërat që kam unë dyshim, nuk mendoj të mirët e Juelës. Unë s'jam mohoj në asnjë moment Juelës kur unë kam bërë muhabet njerëzor, kur Juela është sjell mirë me mua. Kur u dha klipi i Rogertit në Prime, më fal Mateo. Kur u dha klipi i Rogertit në Prime që bët gjithë, si të shokuar, jo, të merresh me jashtë, për jashtë ta nxjerrim, ta bëjmë. Cilin klipi me Malin? Po. Çfarë qëndrimi mbajtet ti? Çfarë qëndrimi mbajtet? S'pas ke dëgjuar ti. Po pra, ishte me të gjithë ne, pra që ajo që dëgjuam ishte e turpshme, pa vend, e tepruar, ndaj është po e pa vend, ishte lloj konteksti që ti të sjellësh në një program të tillë në kuadër të lojës, një kaos kaq të edhe ti pranon të rish. Prit lëre, një sekond Mateo, se do ta nxjerr vet ato që dua. Lëre, ka bërë në kuadër të lojës, ti do më sulmu tani për këtë arsye. Në kuadër të lojës të shkosh deri në atë lloj pike? Unë i kam thënë që ti ke ardhur këtu, turp të vi që ke ardhur këtu më marr me traumat e njerëzve. Po merrem me turpin atë. Jo, s'po merrem me turpin atë. Ajo është një histori shumë e ndjeshme e dikujt, pra është histori personale. Po, kam qenë e para që kur ka sa i pa skrupull, sa i pa shpirt, sa negativ, duhet të jesh që ta përdorësh atë gjë për lojë. Jo, mua nuk më pëlqen qëndrimi yt sepse në Prime ti mbajte komplet një qëndrim tjetër. Ishte ti që bëre e tmerrshme, e turpshme, ta marrim, ta nxjerrim, ta të bëjmë nga shtëpia. Në sot jeti ajo që rri gjithë ditën me të. Ishte mua kjo gjëja nuk më lidhet kaq. Jam shumë e qartë në atë shtem. Ishte për nuk më kthem përgjigje. Ishte për të nxjerr për mua, ishte për të nxjerr në atë moment. Çfarë vendosi vllai i madh? Tani ju doni, ju e bëni vetëm për show. Jo, nuk është, jo. Në qoftë se do më lesh të flas, unë do ta shpjegoj, për ndryshe do hiq. Atëherë. Po të gjej. Në qoftë se ndodh kjo gjë në tani, ne kemi pse bëhet çdo Prime, ndodhin gjëra të ndryshme. Në qoftë se ne ngelim të gjërat që ndodhin kalumen, ne kemi gabuar çdo gjë këtu, sepse ne duhet të ofrojmë gjithmonë gjëra të reja. Qëndron. Tani, momentin që ti ngel kalumen, e kalumja ty duhet të ndihmoje me kuptu cila është loja ati personi. Pra loja ati personi është me të quhet se me provokime. E bëri përsëri me Malin Tezën, gjë sepse ai e vazhdoi e bëri prap. Mbaroi Prime-i, unë kam dëgjuar me Malin e kam byll. Unë e dëgjova me Meshtemi kur prap i përmendi të njëjtin histori prap. Ai lloj njeriu nuk është se reflektoi. Pse ka qendrim nga ime? Kërkoi falje dhe tani po bën një lojë të pastë. Ai po vazhdon me të njëjtën çështje. Kërkon qendrim nga ana ime kur ai djalë me mua. Që i ke fokuar kurrizin aty. Nëse të gjithë kanë bërë qendrim, ti je vetëm që nuk e ke bërë. Jo. Shikoj, e ke kuptoj është se ti po shfrytëzon. Këtë lloj qendrimi për lojë. Sepse ke dalë kundër nga çdo pjesa tjetër e shtëpisë. Absolutisht nuk po shfrytëzoj për lojë sepse sikur kam qenë Juela në fillim, kam qenë dhe Juela tani. Okej? Po lëri këto shprehje, kam qenë jam do jem. Jam e lehta. Mendimi ai njeriu nuk e ka kërkuar falje dhe ka ndryshuar qasje. Ai po vazhdon njësoj me Malin, me Gimbon, dhe me çdo njeri tjetër këtu. Ka bër prit. A do ta mbaroj? Ma pyete po unë nuk mbarova, nuk le të mbaroj. Te Prime, unë thash ky meriton të dalet tani jashtë me këtë gjë që ka bërë. Po nuk e bën me ndryshuar mendimin tim, edhe të pjesat e mira që ai ka tregu këtu. Po e ka tregu me ne, ka tregu me persona të caktuar. Çfarë ti ka ardhur me tregu me mua me brikenën me Tanin?